E keni shpesh feja islame e shtin me pagu jo besimtarët i ka shti me pagu gjizje e keni shpesh. Prej fillimit po thamë si besimtari fejs islame ja vlen me i dëgju këto fjalë për me kanë ma i informum. Si jo besimtar, atëre ja vlen mo o informu për këtë temë për shkak se u folë shumë të shqiptarët. Unë i kom danë dy familje, njëna për këtyne është besimtare, tjetra është jo besimtare. Unë po folim në mënyrë të përgjithshme të shohëm se kujna po i bën feja islame pa drejtësi. Feja islame i urdhron te familja A, i urdhron vetëm burrat me pagu. Te familja B i urdhron të gjithë. Për shembull, nëse fëmiu ka pasuri të trashëguar nga prindrit e tina, atëherë fëmiu te familja A nuk pagun, te familja B pagun. Te familja A pagun vetëm burri, mirë po burri nuk lufton. Vetëm me pagun atë pasuri e cila i caktohet. Te familja B pagun gjithë anëtarët e familjes plus pagun burri, të gjithë paguajnë njëjtë plus burri lufton nëse dikush e sulmon venin. Te familja A pagesa është vetëm për burrin edhe është e caktuar fikse. Caktohet për udhëheqësit venit, mirë po është fikse në bazë të ekonomisë të venit, caktohet po është fikse, nuk është me përqindje. Te familja B paguajnë të gjithë, plus është me përqindje, për shembull plaki ka pasuri, gruaja ka pasuri e pagun edhe pagun me përqindje 2.5%, plus edhe është mirë me shtu te familja B. Te familja A nuk pritet prej familjes A që shtojnë. Tash pyetje, si pas që ty në fjalëve që i dëgjove dhe tash edhe njëherë, te familja A pagun vetëm burri edhe ata që me në fiks jo me përqindje. Te familja B paguajnë të gjithë plus përqindje, do me thanë, sa ma shumë që kanë, paguajnë ma shumë 2.5%, e në qovë se kanë shumë, atër i bjerë me pagu shumë ma shumë. Te familja A është vetëm burri i cili është i shnosh, jo burri i cili është i smut, burri i cili është i shnosh, i gatshëm për luftë, nuk është smut, kë pagun. Te familja A nuk kanë me luftu kërkosh, në qovë se ndodhë diçka, vetëm se paguajnë. Te familja B luftojnë burri po se pa, mirë po në qovë se vjen puna, luftojnë të gjithë, edhe do të me pagu të gjithë. Tash si pas teje, feja islame a i bani pa drejtësi familjes A, apo familjes B. Tash e shikojmë bashkë. Familja A janë jo besimtarët, do me thanë të krishterët dhe jahudit edhe fejt tjera. Te familja B janë besimtarët. Besimtarët e paguajnë zeqatin 2.5%. Të gjithë, në qofë se fitojnë ma shumë, japin ma shumë. Jo besimtarët paguajnë vetëm burrat e paguajnë gjizje, as njapi këtyne jo, vetëm burrat, edhe ata që me më fiks i cili caktohet për udhëheqësit muslimanve. Në qofë se ndodhë në luft, atëre muslimant dohet me luftu për venin e tyne me të cilin rast i mbrojnë edhe jo besimtarët. Mirë po besimtarët nuk presin prej jo besimtarëve që këta më radhit në radhët e luftës bashkë me ta. Nuk presin prej tyne, është rregullore jona. Në qofë se luftojnë për venin e vetë, ama jo që presim na. Me këtë pagesë që e bajnë burrat, gjizje që e bajnë, na ja u garantojmë fejnë e tyne, do me thonë i lam rahat në fejnë e tyne, ja u garantojmë objektet e tyne fetare, do me thonë nuk ja u musë kërkush. Plus, në qofë se kanë një problem, këta në mes tyne, atëre është drejt e tyne me gjuku me reglat e tyne, mirë po në qofë se na me ta kemë problem, ose këta me neve kanë problem, atëre gjukojnë reglat islame, do me thonë përdesa këta kanë problem mes vete, atëre na i lam të lirë me gjuku me rregullorat e tyne. Po besoj që tash është me e qartë. Besimtarët e paguajnë zeqatin, jo besimtarët e paguajnë gjizjen. Besimtarët paguajnë të gjithë. Si të mrin pjesën e pasurisë, paguajnë të gjithë. Jo besimtarët paguajnë vetëm burri cili është i gatshëm për luftë, vetëm kë ka me pagu edhe ata që me më fiks, jo me përqindje. Do me thënë sa është me përqindje shpesh të bjerë me pagu shumë a shumë. Tash po besoj që është shumë ma qartë, puna e gjizjes, do me thënë nuk është se feja islami i ka bo pa drejtësi dikojna. Kur kojna nuk i ka bo feja islami pa drejtësi.
muslimanët e paguajnë zeqatin, e marrin prej të pasërve, u a japin të varfërve. Të krishterët jahudit të cilët dojnë mërnu në venet muslimane, mirë po dojnë mërnu me fenë e tyne, nuk dojnë me ndryshu fenë, nuk dojnë me prish objektet e tyne fetare, atëre paguajnë burat e tyne gjizjen, e cila caktohet për udhëheqësit muslimanëve, edhe janë rahat me fenë e tyne, edhe me objektet e tyne, edhe me rregulloret e tyne. Tash po besoj që është shumë e qartë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Alhamdulillah për këtë islam. E di që gjithmonë njerëzit ka mundësi, kur delën praktik, ka mundësi që dikush me bë gabime, mirë po në bazë kur të gjykosh në fe, mos e gjyko në bazë të gabimeve të njerëzve, mirë po në bazë të rregullareve të fesë. Po besoj që është e qartë. Elusëm Allahun Azza wa Jall na udhëzoj të gjithëve.